njeriu, që thamë fillim, ibadetet duhet me ju parapri me ditori. Duhet me u pajis me ditori. Prej gjanave që njeriun e ndihmon që me jetu me ndjenin se Allah subhanahu wa taala sheh për cilë është me njoft emrat dhe cilësitë e Allah subhanahu wa taala. Për emrat e Allah është Ar-Raqib, Allah është mbikëqyrës, As-Sami', Allah subhanahu wa taala është ai që ndëgjon çdo gjë, El-Alim, Allah subhanahu wa taala është ai i cili e din çdo gjë në hollësi, edhe nuk ka mundësi me ikë. Njeriu sa më shumë e njeh Allahun subhanahu wa taala, aq më shumë i ruhet edhe dën Allahun. Për këtë parë thonë selefi thonin men kana billahi a'raf kana bihi akhwaf. Kush e njeh Allahun subhanahu wa taala më së miri, ai friksohet edhe është më afër Allahut subhanahu wa taala. Andaj njohja e Allahut na bën që me jetu me këtë ndjen. Pastaj kujdesja në dhikr në vazhdimsi për kujdesja për dhikrin e sabahut, dhikrin e mbrëmjes, dhikrit pas namazeve, dhikrit kur futemi në shtëpi, kur dalim prej shtëpisë, dhikrit kur shkojmë në treg, të gjitha dhikret e përmendet Allah subhanahu wa taala, cila jo rastisht pejgamberi alayhi salatu wasallam i ka praktikuar gjatë gjithë jetës tij prej mëngjesit deri në mbrëmje, në mënyrë që zemra me ka lidhje me përmendjen e Allahut subhanahu wa taala. Njeriu kur e përmend Allahun, vazhdimisht i bën mend ose Allah subhanahu wa taala e sheh edhe e mbikëqyr çdo punë çdo gjë jetën e tij. Leximi i Kuranit, njeriu kur lexon Kuran nëse po lexon fjalën e Allah subhanahu wa taala, se Allah subhanahu wa taala më sheh edhe don këtë gjë, gjitha këto janë që e forcojnë ndjenin se Allah subhanahu wa taala të sheh. Pastaj po ashtu prej gjanave është edhe të jetuaj duke ose me kohë pas kohë me llogarit veten e vet njeriu. Unal me pyet veten e vet. Këto punë, këto vepra çka i kum bën, çka i kum vepruan. Çka synoj unë me këto? Mundohemi mi po vet llogaritit sinqert, nga se ndonjëherë edhe kur mundohemi me llogarit veten ton, i kalojmë do gjëra sikur të mundu mi ja bën rrafsh vetes pak.